Doktor, mirë se ke ardhur. Vetëm prezanto pak lutem. Bashkim Kreka, antar I thjeshtë I Partisë Demokratike. Po e filloj përseru pozicionin tim personal në këtë foltore të dytë. Një miku juaj dhe I zonës tonë, ish ambasador dhe ish ministër I jashtëm, tjerë dhe besoj, në intervistë para disa vitesh, ka thënë me gjithse misin me Sali Berishën e kam prishur, tha, dhe 1000 herë të kandidoj, tha Sali Berishë për këtë ABD, atje jap votën. Edhe unë personalisht dhe 1000 herë të kandidoni, unë jam me Berishën, nuk jam për PD këtu. Por, flasim pak me shifra. Para 2 vitesh, këtu do kem qenë, ju kam thënë që do më vi keq t'ju shoh të thyer në 2025. Dhe fatkesisht kjo gjë ndodhi. Sepse duhet pranojmë që kur u bë foltore numër 1, ishin të përqarë, e kam thënë dhe atëhere, edhe isha shumë pesimist për fitore, ishin të përqarë dhe ishin më keq se në 2021. E kam thënë dhe atëhere dhe nuk tërhiqem, nuk po jap meritat aty. Më keq, më keq. Në 2021 kemi qenë në kulmin që mund të vetë. Pse si ndodhi, fatkesia madhe që ishte një lulëzim bash, që braktisi reformën territoriale, mandatet I dorëzoi, në bashkinë që nuk futu në bashki që e gabim fatal I jashtëzakonshëm, por është fakt që në 2021 do flasë për Elbasanin, se unë I di statistikat në gjithë Shqipërinë, por për Elbasanin do flasë. Dhe në 2021 ne morëm vetëm, por ishim më dobët se sa zgjedhjet e prillit 2021. Në 2023 prapë ishim më dobët se ishim pa logo, se duhet kuptojmë. Luciano Boçi mori 28.000 vota në bashkinë e Elbasanit. Kurse bashkë fitojmë nga që ngatroheshin njerëzit morën rreth 4-15.000 vota bashkë me LSI-n, sepse gabonte tjetri, votonte Luçi dhe shkonte Kenonta që ishte partia e Lulbashës. E fituam Vulën dhe prapë jemi më keq se në 2021 edhe në zgjedhje ishim më keq se 2023. Tani e tha dhe ju para 1 minute që pas kjo mungesë mas zgjedhjeve që u mbyllën telefonat, domethënë s'po dishim ku ishim se hutume, kupton, domethënë 12 vjet e 4-16. Pastaj ju garantoj që në këtë sallë ka qef mbetje që se tani edhe shkollimi ka të bëj. Po këtu me gabimin që bëri grupi parlamentar me Endi Shaban që u theksu, tu do të ishin edhe pak të 100 vet tjerë që kanë sepse janë mërzit njerëzit. Tani ku do të dalë? Mos të dalim tani. E sqarova pozicionin tim ndaj Partisë Demokratike dhe këtë, sa të kem frymë do votoj Partinë Demokratike, por problemi është këtu që do flas me shifra, si do ta kompensojmë këtë diferencë që është krijuar. Unë do flas me shifra, e thash dhe para ca ditësh mbledhje, do flas Partia Socialiste do të kemi kujdes. Ka pas 87.000 vota në vitin 2021 qarku Elbasan. Këtë vit 80.000, ra 7.000 vota, dhe mori 2 deputet më shumë. Mos të flasim drejtën, tani do më të flasim reale, që për shembull, mos në 2021 Partia Demokratike në rang qarku kishte 57.500 vota. Plus LSI-ja që partia më e goditur, dum do ta pranojmë. Sepse po të ishe koalicion me ne, ato 6.700 votat LSI-s 2021 të shkun kot. 57.7 I thënë 64, zotri, qarku Elbasanit në këtë vit mori vetëm 39.000 vota. Dhe më thënë, Partia Socialiste ra 7.000 vota dhe mori 10 deputet. Partia Demokratike në qark ka marrë këtë vit vetëm 39.000 vota. Ku kanë shkuar 25.000 vota. Tani, mund themi dhe këtë se kemi vite të tëra që themi vodhi, po jo vodhi, jo blau, I shitëm ne. Votues demokrat kanë marrë para, doktore, kanë shitur votën. Ja kam dhënë kryesisë dhe deputetëve të Elbasanit me fakte. Kanë shit votën, ta tregoj unë. Po. Është shumë thjeshtë. Unë s'besoj që ka socialist që voton PD-n edhe Sara Milën. Vetëm me 7 kuti kam gjetur 50 vota, e kupton? I kanë shitur votën. Pra ne po them si do t'i rikuperojmë këto 20.000 vota. Domethënë jemi 80.000 me 39.000 sot në qark. Sa do që kam bler ato, ku jemi? Edhe tjetra, ne do bëjmë analizën, por se nuk e zgjasma, në fillim të janarit,
Partia Socialiste, siç e kam thënë edhe para vitit sa kur morëm vulën, që në janar tani do bëj vitëri do filloj fushatën për zgjedhjet lokale. Të garantoj me jetë fatkeqësi e madhe është, na minov Zoti dhe Amerika, edhe ti inshallah ke shnet sa më shumë, por nuk ka shans. Në Elbasan un jam këtu, të ngrej dorë një thotë do hyjë kandidat për Bashkinë Elbasan. Me këtë reformë territoriale, nuk e fitu një komunë kurrë në zgjedhjet e Luçboçit, të gjithë komunët e ketë humbura. Me këtë reformë ne në zgjedhjet lokale nuk do të hyjmë në reformë territoriale, nuk ka shans, nuk ke shans. Rrotullo ku dush nuk fiton. Se kandidat më të mirë se Luciano Boçi nuk pati Elbasani, nuk e gjetë dot më të mirë. Në Elbasan ai shkoi ke 2000 ca vota minus. Sepse do të pranojmë 1800 punësuar bashkie, e kupton? Ju e lat administratën 90.000 do kanë çu 200.000. Sigur burri grund votoi, ato i fillojnë zgjedhjet si lokale, si me 400.000 vota përpara, e kupton? Nuk di çfarë them, por këtu për këtë gjëra unë dua edhe nga lokale dhe nga ju përgjigje. Ju falenderoj. Shumë faleminderit Bashkim për ndërhyrjen dhe ju folët për blerjen. Po ja atë që tregova në Mirdit, po ja u tregoj dhe ju këtu, pra, po e theksoj. Kryetari Durrësit më tha, të nesërmën e zgjedhjeve me vjen në zyrë një qytetar i Durrësit, i djathtë Den Babaden. Natën e zgjedhjeve troket dera, vjen një djalë dhe më jep një zarf. Iku. Hap zarfin unë, 1.000 euro. Dhe shënimi. Mos dil në votim. Duhet votonim 3 vetë, unë, gruaja dhe djali. Gjithë natën nuk fjeta, po me që parat, me që mngele 1.000 euro në dorë, nuk dolem në votim. Nga frika se që mund të pësoni, po të dilnim, se ishte urdhri mafioz, mos voto nesër. Ky është një rast, do të doja shumë të bënim atë analizë që numerike dhe është e drejtë gjithmonë të bëhet, vetëm ka gjë Bashkim. Në qoftë se ti 2 ditë para zgjedhjeve deklaron dhe fal 2 miliard euro gjoba që interesojnë 200.000 familje, llogaria përzihet shumë. Llogaria bëhet shumë e paqartë. Sepse ata 200.000 familje, shumica dërmuese e tyre, do të donin që ato gjobat mos i paguajnë, ato kamatat mos i paguajnë. Prandaj dhe ne sigurisht duhet të bëjmë çdo analizë. Dhe është shumë normale. Ne duhet të njohim shumë mirë terrenin, të dim ku janë ato 25.000 vota, kanë ikë nga Shqipëria, nuk dolen në votim, apo çfarë ndodhi me to. Kjo është e domosdoshme. Vetëm një gjë, kur të mos harrojmë, me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Në vitin 2028, në qoftë se pranojmë me shkuën zgjedhje, ai në mes të fushatës do vendos jo 100 euro për pensionist, po 200 euro për pensionist. Si ka për asgjë. Ja u them unë. Për asgjë. Për 761 pensionist do jap 200 euro. Pastaj se cili është efekti i tyre në vota, merret me mend. Pra, themelora është, për atë që ka qenë kryeministra e ka shumë qartë, që në qoftë se ai nuk ka bërë betimin me vete se unë do pranoj vullnetin e popullit tim, ai mund të qëndrojë në karrige si diktator
gjersa ta heqë zvar nga zyrat e tij. Këtu, parasi ti e pranoj rotacionin. Fatos nana humbi zgjedhjet, edhe shkojnë dolin pension. Huma në 2013 zgjedhjet, miru pafshim. Dhe du themi gjë këtu, e kam thënë dhe diku tjetër. Një mik Amerikanë më pyet, i tha, qa do e bësh ti ati? I thash, nuk merrem me te. Po pse mor nuk merresh me te? I thash, sepse ai, ne i thash, jemi demokraci e re. Po ai një gjest e bëri. Ai dha dorëheqjen. Bëri rotacionin e pushtetit. Pra, mund të ketë bërë damaj, se nuk ishte angel, jo, i dini vetë ju, s'po hyta me folë mërte. Po një shërbim vendit ja bërja. Dhe kryeministri, për ta ilustruar, në vitin 2009 erdhi këtu një armike e jona, ju kujtohet ju, një Audrey Glover, për të vëzhguar zgjedhjet, unë e kisha shpallë non grata atë në vitin 96, qofse e mani mend. Ajo erdhi në kombinim me Edi Ramën, Edi Rama o pranohet kjo, ose nuk hyn zgjedhje. Natyrisht e pranova. Nuk ishte bëja, sepse nuk mund t'i jepi ati një letër për të mos hyrë në zgjedhje. Por, për tira, 3 muaj para zgjedhjeve, bëra një vendim qeverie, në cilin ndalova të gjitha administratën shtetërore që të mund përdor qoftë dhe mjetin më të vogël shtetëror në fushat. Vetë mora një makinë me qera, e lash makinën e kryeministrit në zyrë, aty në garazh, partia me mori një makinë me qera. Dhe kjo për çdo zyrtar. Kjo zonja, pse ky është një standard që ka rëndësi shumë të madhe, përdor ti mjetët e shtetit në fushat dhe pastaj s'mund të krahasohesh me asnjë parti, apo ti u vend ndryrin mjetëve të shtetit dhe del me ato mjetët që ka partia. Kjo zonjë dy gjëra. Në raportin që përfundoi me këto 2 konkluzione. Spari zgjedhjet tha plotësuan standardet kryesore të SBO-dirit, së dyti kryeministri 3 muaj para bëri një vendim të detajuar për të ndaluar të gjitha mjetet e administratës së shtetit më në fushat dhe respektoi me përpikmëri. Të njëjtin vendim bëri Edi Rama, i njëjti vëzhgues ishte kjo dhe shkrojti në vitin 2017 se Edi Rama nuk respektoi asnjë pikë të vendimit. Pse po e them këtë? Me Edi Ramën nuk kemi zgjedhje. Më tha mua një militant, më çoi mesazh, amon mos e thuj këtë sani. Jo, do ta themi tash. Se do ta heqim, se ndryshe nuk e heqim, ndryshe gënjejmë veten. Jo, nuk e ndajmë. Raporte kemi, zgjedhjet i ka dhunuar, ne kërkojmë të votojmë të lirë. Qeveri teknike, pa diskutim, por me të ne të ardhmen nuk kemi. Tash dorëzojmë ne vetë të ardhmen tonë, të dorëzojmë votën tonë, një njeriu që është i zhytur në krim nga kokat e kam, jo nuk e bëjmë.